jetat që në qështë. Sa krenar jemi ne prit edhe mbesa tua? Unë jam krenar të pika funit për se cilin. I respektojmë, respektojnë. Kam lumëtërinë e mirë me familjen të eme, s'kam kërë problemi. Çfarë profesioni ki? Profesionin e kam pas bujk të në herën, ani pse kam bujk, bujqin e kam odhesh ma tepër. Po, Tregove që ke qenë në për vendet botës. Po, kam qenë në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Francë, kam punu. Pra, kohën e fundit kam punu në Zvicër. Në Zvicër kam pas jetën pak më të mirë, po ta sukses kesh pak u s'munok, po shepova që edhe mandej. Ata kanë me kontrata puna, nuk na bon më kontrata, edhe meta pak po. Për ndryshe apet kam vazhdu jetën, që për që desh në tjetër me punë. Sa dallon jeta këtu me atje? Këtu jeta dallon sukonata me ditën. Për që po më ne, unë që kam jetu, atë që kena pas këtu pak. E ranë për popull. Shteti i do të mi respektu popullin, për popullin do të me respektu shtetin. Kërkun se na. Do të me pas me respektu shtetin, popullin, edhe popullin me respektu. Jo që ashtu vetëm për më shojnë. Haj, po, mirë, bo, që që shumë po mirë, po mirë. Në 150 benzin ka dëmë që mua mund është metu. Jo. Unë jam 7 antarë në shpesht, 8, nëse 7, se shikën e këna përcjellë të vjetë në shikë gjallit, 7 antarë. Me 150 është 30 herë një vizit me shku të mjeku, 30 herë me shku me bo një analizë të mjeku. Pa ku janë barnat, laka me barna, unë me barna, për ishte qerit, për i do ranat. Pa tjetër për duhet, në ranë të pare. Shport a ranë, ku për hish me bled i shka. Në trega ty. E kemi pa çmimet shumë të larta, sa po është e vështirë me përballu? Çmime, po zona me përballu. Dikush i ka senet e përballon, po dikush nuk i ka senet nuk mund me përballu. E kjo është ajo, kjo rëndësia e popullit tonë që pasojnë, ta kallaj po folin, edhe këta, po mënoj. Ta që pasojnë për mërë karikën e s'pët njeni, se se kush jetë, kush jam unë. Mos është sa marra, mirim, na kinaro. Nëse po me dëgjon. Inderu, ma më tregon, sa ka Prizreni hapësira për të pensionerët që të kaloni kohën? Po pensionerët e të thash që s'anë kërkon, që s'kanë që ka me bo. Tonë ditën shkoj në lunë qa, për një pikë qaj, me pi një gotë qaj, me hup kohën, se s'ka. A të pas janë të shtuj të ishu babat e nonat në dëmë. A për ismini shojnë, a për iskeshti. A më tregon, cili vend në Prizren është më i miri për me vizitu? Me vizitu, është Prizreni. Po Prizreni për e dim që është Prizreni vendi ma i bukur, po me gjithat ndo një vend, ndo një hapsir, ku mund të kalohet koha në fundjavë. Janë jashtë qytet, në më thonë në Tirana, këto gjanët, ato janë të vendit. Këtë janë ato, unë Arlinda, nëse po me dëgjon, nuk jam kont, ma mirë s'po trajt. A mund ta pyesësh zotëriun, a mban mend kur ka votuar për herë të parë në jetën e tij? Okej, Arbeni prej studios po na pyet se a e mban mend kur ke votu për herën e parë në jetën tënde? Kur zgjedhjet e para, për mas pari, kur na po 18 vjet, 18 vjet të kënjena. Si ka qenë atë procesi votimit? Ku ka votu? A ke votu në herë me kokër? Jo, s'kam votu, ja, vetëm me shkrime, këna votu, ku jam konë në protokoll, edhe në shesë në fshatë, unë në shtetit, unë këna votu në shkollë të unë, që jo, ja me kokër, s'kena votu. Cilin vit i ka ra për herë të parë të votoj? Ka du drejtë se 80 vjet si kam baba dhe ova, e qështu. Për më nëshë s'po di, shtam jo thonë. Edhe një herë Arben? Në cilin vit i ka rënë të votoj për herë të parë, nëse mund të na kujtoj edhe detajet e votimit, si ka votuar, si ka qenë atëherë procesi votimit? Në cilin vit keni votu për herën e parë? Përbes nuk e majme, unë thash për i 18 vjetë, logarisë, qëllë i vita konë 18 vjetë, për shumë, unë jam 46 i lindun, tash, për me thonë. Thot që prej moshës 18 vjeçare ka fillu ta ushtroj të drejtën e tij të votës. A keni hasë ndonjë vështirësi në të kaluarën që mund të na tregosh në rreth? Si e emrin zotërio Arlinda? Nuk ka pasur ashtu. Njëherë moj men, e di ata mia, ata s'du me tregu, se i kanë bërë gabime, dhe përpara janë bërë gabime, mos t'java me njerë, se dhe sëtë po bojnë populli, dhe përpara kanë bërë gabime. Kanë bërë në shkollë të në shtetë, se da bërë një gabim, pa gabime, e anë përmërsu gabime, nëse sa më rëndësi, që që shëte, ka është problem. Problemi a koni ty në jo, i hemi së atë e më koni ri, po unë e kam dërhy dhe kanë pësu ata 2 persona, pa hinja të veni ku a më shku, me bon, burke se kanë batë mu dënu, pa të kalë të tek. Kanë pësu, i ka pësu, shëshninja forta dhe kanë pësu.
A në rëfen paka shumë sa i përket shkollimit dhe jetesës atëherë me tash, sa ju kështë rekomandu të rive tash me këto kushte që kanë që me... Jetesa atës ma konë eronë. Balas të eronë sot, po ju atëra konë maronë. A di që na kena shku me do puta këshia në shkollë, gjësa kom dalë, gjësa masë. A di sa kena pas 50 km shkollën në shetë, për i fshatit e i marë në shkollë në shetit. Ka dasë, dikur dalë, dikur vesh, me bo kolomët kena jetu. Bukër në e pëshristo, bo këta o gjasë në qëlloj. Hajtë Allah ma është qitë. Vetë ke ljeta su këtë si pësoj, jo dojmë pizza, jo dojmë ata. Që bukën e pas ke bleve, që pas shortja të të pritë. Besoj e vonu pak, se që atë frike e pate. E kam tërminin unë. A tregon edhe një detaj, cili është ushqimi ma tradicional që përdoret në Prizren dhe që të pëlqen ty ma shumë? Se përmende mishin, e përmende në fillim të bukën e kam po veç mishin. Unë sa si interesuam për mishin, jam interesuam më hangër të gjanë, së mos më pengon kërdo. Ja, së merë në matë të gjanë. Bindash me ditë mishin më më dikan. Nuk më mas, nuk jam qasi interesuam atë. A Linda nëse po me të gjënë? Shkam dretë, me gjas, me kast, me të habuk. A bërë me vones po të gjënë? Nëse mund të më dëgjoj zotëriu, si e pa të jam një zotëriu, po më intereson, e kam një pyetje direkte për të. Berisha, Frok Berisha. Frok Berisha, e ka një pyetje Arbeni për juve, a mund ta dëgjosh? Po, ma mundësot e lutem. Agja Frok, besoj që tash je duke më dëgju me shumë mirë. Të regam, i bje diku 1970 kur ti ke votu për herë të parë, kështu gjatë 8-70, aty pari i bjen. A të kujtohet cilat kanë qenë opcionet kur ke shku? Kur ke shku me votu, se ju keni votuar në sistemin e ish Jugoslavisë? Jo, përbes, jo. Ate i na konë rrezik, në ndujnë dash me dinë shpia private kena votu. A dinë gjatë puna, jo. Pse? Edhe ata kena votuat në djerin, për e mërgohën. Po fletë për vitet 90, apo? Në shpia private, të narujt të zotnit. Aty rresit e mire kesh, na kena kryjt tonën, po të shka me bon. Që ashtu akon jeta jonë për para për bon. Po kjo është 89 se... Në klirë, po për dësane pak, po... E kam parasysh është afrok. Qashtu, me sigurit. Po flasim për 89 këndej, po. Po në kohën e ish Jugoslavisë, a ju ka ra me votu? Gjatë kohës se Titos, a ju ka ra me votu? Po, me pa më të thonë që po. Po, kam votu. Votonit... Atëra konë votat e lira, dikur ardhën të ora nuk, sa në të s'kena mujtë, këna ilegalisht, a që shpajsojnë, këna votu. Qartë. S'ki gëzu. Falenderit shumë për këtë lidhje shumë të veçantë. Pa shëndet të gjatë. Me njerë kosë, ju faliminderoj, urime me të mija, isholla, bomi pak mas qelë se me matë mire, e mojmë shtetin pak si ka hija. Ju generatat e juaja keni dhënë gjithë shka për këtë demokraci, edhe mos e bari dertë se këtu do t'jemi generatë. Ma kena me dhënë të në tekin toni, kena bësh në shtetit, po shteti ka bësh poplit, po nuk e di sa po mund me kuptu këta, po më vjen shumë kesë, nuk kena në bash të ilanën. Ne po da kritikojnë në shtetet e huja mërburë, ma tje po më rënën puna, që po na akuzojnë.